u shkatrova i dërgumi Allahut. Ka thonë, çka të ka shkatruar? Sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, jo më afru grus në ditë Ramazanit. Agjërushëm. Është haram i madh. Është gjunah i madh, min el kebair. Me prish shenjtrin në Ramazanit dhe me prish agjërimin në asaj dite kur në jetë mos unë kthesh atë. Okay. Ndërsa një pjesën që e prish është, mi ardhi burri grus atë. Ka thonë, i kom bashkë të punë, më jam shkatruar, ai më thonë i bindëm, ai ka ardhur me keqardhje, me shpirt më thonë po lip shpëtim, pe din që ka bë gabim të madh, pe pranon gabimin, po ti më shkatruar i dërguar. Resulullah peshet më çanjeri ka keqardhje, ka më të dash mula, ka thonë ç'mja bë. Ka thonë a ki mundësi mi agjëru gjatë ditët? A ki mundësi me jotha s'ka mundësi, me zatën me shnet. A ki mundësi mi dhon me hangër 60 vetave? Thotë jo, nuk ka mundësi. Edhe qetësohet Resulullah si flet rrije aty në mexhlis Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa vjen me asnjë kohë dikush edhe bjen një tas me një ksifar straç me hurma, kupton? Edhe thotë merre çeto hurma, aty që erdh gjunahin e madh me la, kebira min el kebair. Gjunah i madh, shkatrues udhë billah. I thotë merre çeto dhe jep njerëzve me hangër. Asnjëon pi kefareteve, pi aty që e shlyn gjunahin nuk pi bën. Resulullah pi jep hurma. Thotë shko me çeto, me parë, me pasuni që do të me taku shtetin ndoshta. Thotë merre edhe jep sadak me to. Thotë ja Resulullah po ka njëri më të varfër se unë në Medinë aftën. Thotë ndër bon sadak në familje thonë. Thotë kur i ka thonë a ka njëri më të varfër se unë në Medinë, Resulullah thotë kesh derisa i çelën dhëmballat aftën. Po kesh me të madhe pi njëri që ka ardhur me gjuna të madhe, o vllai dashur, apo më kuptu që të realitet. Wallahi për mua kjo rënçethës. Mashallah po. Gjuna i madh. Ai pi elon, ky pi jep pi vetes, mëse më kanë, merr çdo kuptosh, të mos pasi, çu ski ato të mund të edhe me dhon. Oni më sen edhe tjetra. Aty më me ta plas kupën e krevit, ket. A kupton? Resulullah thotë keshën derisa ju dukën dhomët e pasëm, edhe i thotë bën sadak në familje thonë la ilaha illallah, ku është ja kupton. Na ja shtrëngojmë xhamatit, ja lejojmë vetes këta sa ndodh. Xhamatit ja nxim, ja ngulfatim jetën, çtu ka qenë disa njerëz e bën. Vetes ja lejojmë plot janë ndryshme. E tash ai vllau i cili është i dhënum, është i pezmatuar me sa rapton. Ai duhet më shku me nashta hoxha i ka përmend ato. Unë përsëri e ke parasysh. Hoxhallarët kanë pozitë, edhe unë nuk muj kur mos me Takri nuk do më u prekti. Asnjëherë nuk do më. Jo, unë kam kritika. Mirë, po në këtë rast këtu s'kish kam me bë. Këto duhesh me diskreditu plotësisht. Apo kupton? Ose duhesh me shku dhe me thonë, kërkoj falje vëlla, ka qenë asi apo thosh edhe ti më thon rregull, u kryq çdo bedua. Apo duhesh, çka po duhet pi hoxhës për me mos më u prishti. Mos më apo duhet kërkim falje, urdhon, të kërkon falje. Allah nderoj. Shumë e bukur kjo, më ndryshe ilustrimi i hadithit. Allah na shpërblet. Po ja, fenomenal kjo. Po mënoj